أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi, lavdërimi takon vetëm Allahut xhalla shanuhu, paqja, mëshira, begatit qofshin Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht të nderuara motra, të nderuar vëllezër, urime ki muaj i bekuar. Lusë Allahun subhanahu wa taala që të dalim faqebar nga ky muaj, të përfitojmë nga ky muaj i bekuar, të cilën Allahu subhanahu wa taala edhe këtë vit na ka bërë caktim nasib që ne të arrijmë këtë muaj. Të nderuar vëllezër, çdo njeri në këtë botë ka një shembull. Për neve shembulli më i mirë është Muhamedi alayhis salam në moral, në jetën tonë të përditshme. Po ashtu janë edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, ata të cilët duhet të ndjekim dhe të shohim, të jenë shembull për neve, që të shohim se si kanë kaluar jetën, si kanë kaluar Ramazanin, si kanë bërë një adhurim për Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an tha radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Një nga hadithet, edhe pse është daif kuptimi i tij, është i plot, thot pejgamberi alayhis salam, ashabi ken nujum bi ay iktadaytum ihtadaytum. Shokët e mi janë si yjet, cilën do e kapat e morët ose do të udhëzoheni. Kjo është një kuptim, një hadith me kuptim plot, sepse me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala ishte i kënaqur dhe ishin sahab, njerëz që u përgëzuan me xhennet duke qenë në dynjë. Në këto minuta shumë të shkurt dua së paku t'ju përmend se si kanë kaluar Ramazanin ata. Ata kanë qenë në kulmin e devocionit, në kulmin e devotshmërisë. Andaj dhe janë shembull për neve. Çdo kush i prej neve ka bërë një sistem, e ka bërë një projekt në kokën e vet se çfarë duhet të bëjë. Fillimi i parë i këtij Kur'anit ishte mëshira, filloi ki Islam me mëshirë dhe filloi ki Islam me gruan e parë e cila e pranoi Islamin. Kjo ka qenë nona e besimtarëve që pejgamberi alayhis salam e përmendte gjithmonë dhe në agoni të vdekjes, pejgamberi alayhis salam tha shumë fjalë të mira për ta, saqë nuk i mbau lotët dhe nuk i mban lotët edhe vajzat që i kishte prezant pejgamberi alayhis salam, vajzat e Hatixhes radhiyallahu anha. Nëse shohim në historinë islame se si kanë kaluar Ramazane, atë shohim tek Ebu Bekri. Një nga transmetimet, kanë shumë transmetime, po një nga transmetimet që dua ta përmendi sot para juve është një transmetim që ka ardhur për Ebu Bekrin, i cili në iftarin që po e bënte, ja afruan një gotë ujë dhe një gotë ujë i ftohtë dhe hapi iftarin, e çeli iftarin me këtë gotë ujë. Në moment që hapi iftarin, e lëshoi gotën e tij dhe filloi të qante. Dhe i than Ebu Bekrit se çfarë ke o njeri i dashur? Çfarë ke, pse po qan? Çfarë të shtiu të qash në kohën e iftarit, në sofrën e iftarit? Tha, mu kujtua pejgamberi alayhis salam. Pra Ramazani, të nderuar vëllezër, na bën që t'i kujtojmë pejgamberin alayhis salam, t'i kujtojmë njerëzit e mirë. Dhe po ashtu Ebu Bekrin të njëjtën e bëri Ebu Bekri, e kujtoi pejgamberin alayhis salam. Tha, si e kujtove Ebu Bekr pejgamberin alayhis salam? Tha, e kujtova pejgamberin Allahut një ditë, ishte pejgamberi alayhis salam dhe unë po e shikoja. Dhe pejgamberi alayhis salam fliste dhe bënte me duar kështu, sikur largonte diçka nga vetja e tij. Dhe shkova dhe e pyeta pejgamberin alayhis salam, thash, ja Rasulullah, çfarë ishte
ai gestikulacioni jot që ti po i largon dikën, tha u Abu Bekr, më erdh dunjoja, bota dhe në formë të njeriut dhe më tha më merr ose merr gjithçka çka don dhe unë e largova. Kështu që objektivi im është xheneti dhe nuk mora nga dunjoja. Dhe Abu Bekri tha, a thua vallë çfarë halli është ose si është halli i besimtarëve, i njerëzve që kemi mbet pas pejgamberit alayhis salam, se ne a mos kemi kapur shumë nga dunjoja, a mos po kënaqemi shumë nga dunjoja dhe kemi harruar objektivin ton. Pra Ramazani për këta ka qenë disiplinë e cila e ka kthyer në takvallëk, në takva, në devocion që ta kujtoj Allahun, ta kujtoj ahiretin. Pra për njeriu duhet të jetë objektivi dhe vizioni xheneti dhe jo kjo dunjë. Nëse shohim tek Omeri radiallahu anhu, disa nga sahabët që do t'i përmendi, Omeri radiallahu anhu ishte i njëjti i cili Aliu radiallahu anhu mu për këtë Ramazan, ai i thuri disa fjalë të mira. Çfarë i tha? Tha, o Omer, Zoti të mëshiroft. Pas vdekjes së Omerit, Zoti të mëshiroft. Na e zdritë Ramazanin e Allahu ta zdriti varrin tënd. Kështu ishin fjalët e Aliut. Po përse? Të nderuar vëllezër, në fillim të Islamit kuptohet se dhe dim të gjithë se pejgamberi alayhis salam filloi të fal taravi në xhami dhe secili i falte taravit vetshmas. Dhe pejgamberi alayhis salam për mos me mundu këtë ummet, ai tha vazhdoni të falni namazet në shtëpinë tuaj. Por në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kur e pa Omeri radhiyallahu anhu në xhamin e pejgamberit alayhis salam, çdo kush po ka dëshirë të falet dhe secili është duke u falur tek a tek, është vetshmas, atëherë tha tuboheni të gjithë, ejani të gjithë dhe nxorri një imam dhe prej këtu mbet që të falet taravia me xhamat në xhamin. Dhe për ata Aliu radiallahu anhu e tha këtë fjalë për Omerin radiallahu anhu se ai na zdriti neve xhamin. Edhe na e thojmë të njëjtën fjalë siç ka thënë Aliu radiallahu anhu Omerit, Allahu të mëshiroft e ta zdrit varrin tënd, ta bën varrin tënd nur, sepse me të vërtetë në këtë Ramazan ne po gëzohemi dhe jemi njerëz të cilët çdo kush po afrohen, burra dhe gra, po afrohen në xhami dhe po i falin taravit. Për neve është kjo një motivim, një motivim i cili neve po na shtyn në takvallëk. Ky është Omeri radiallahu anhu, i cili e donte shumë disiplinën. Pra nga disiplina që e kishte, ai nuk i la të falen njerëzit, njëri veçmas, njëri në qoshën, njëri në cepin tjetër, por i tuboi njerëzit, i afroi njerëzit që të falen namaz. Pra, nëse shikojmë të gjithë historitë e pejgamberëve, të gjithë historinë e shokëve të pejgamberit alayhis salam, do t'i gjejmë këta shembuj të cilët ne janë shembull për neve që të jetojmë në këtë dunjë. Nëse shohim edhe Uthmanin radiallahu anhu, do ta shohim se ai ka qenë ai kulmi i cili e ka shfrytzuar ose e ka shfrytzuar më së shumti këtë dunjë për ibadet dhe po ashtu e ka shfrytzuar dhe Ramazanin për adhurim. Saqë thotë Uthmani radiallahu anhu ka qenë shumë i lidhur me Kur'anin, i frymzuar nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, nga pejgamberi alayhis salam, duke thënë se po kishte thonë pejgamberi alayhis salam se mos bëni hatme më pak se 3 ditë, po do të kisha bë hatme edhe për çdo ditë. Por për çdo ditë të Ramazanit ai ka bërë nga një hatme. Domethënë e ka filluar të bëj çdo 3 ditë një hatme për Allahun subhanahu wa taala. Pra ka qenë i kapur me Kur'anin, i lidhur me Kur'anin, i disiplinuar në jetën e tij të përditshme. Për çdo javë ka bërë një hatme të Kur'anit. Në Ramazan është treguar edhe më shumë. Pra njeriu në këtë botë, nëse fillon në Ramazan, çdo kush i prej neve ka bërë një projekt. Nëse fillojnë në Ramazan, në moment që him në Ramazan, him me emocion, por nuk duhet që emocion të ngadalsohet, të na bjerë, por vazhdimisht të shtohet emocioni në 10 ditët e para, 10 ditët e mesit dhe 10 ditët e fundit janë 10 ditë të itikafit, të mbylljes, të adhurimit që Allahu subhanahu wa taala kërkon. Për ata pejgamberi alayhis salam tha, ai i cili nuk e ka mri Ramazanin dhe nuk shpëton, nuk e fal Allahu subhanahu wa taala me këtë Ramazan, atëherë çfarë tha, fytyra e tij le të jetë në tokë
ose hunda e tij të shkon për tokë. Kështu ishte edhe një mallkim i pejgamberit alayhis salam për ata njerëz që i ka arritur Ramazani edhe ata nuk e shfrytëzojnë. Lutë Allahun subhanahu wa taala me këto pak shembuj që i kemi nga sahabët, se po të flasim për sahabët, ndoshta me ligjërata do të jenë shembulli më i mirë për neve, do të gjejmë mrekulli tek ata se si ata arritën devocionin, si ata arritën devotshmërinë. Për ata Umeri radhiyallahu anhu kur e pyetën tha, çfarë është devotshmëria? Tha, devotshmëria është sikur një njeri i cili ecën në rrugë dhe mundohet që rrobën e tij ta mban që mos të kap në ndonjë therr. Pra kështu duhet të ecë njeriu për ta pas devotshmërinë në zemrën e tij. Lut Allahun subhanahu wa taala që ky Ramazan për neve të jetë shpëtim, edhe një herë urime ju qoftë muaji i bekuar i Ramazanit. Allahu ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.